Dita 7, guximi deri në vdekje. Leximi i ditës. Veprat e apostujve, kapitulli 7. Vargu kyç. Por ai mbushur me frymë të shenjtë, i nguli syt nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin që rrinte në këmbë në të djathtën e Perëndisë, dhe tha: Ja, unë po shoh qiejt e hapur. Veprat, kapitulli 7, vargu 55-56. Shpjegimi. Stefani, dhjak i parë dhe martiri i parë, e jep mbrojtjen e tij para Sinedrit. Ai nuk mbrojti jetën e tij, por të vërtetën e Ungjillit, duke treguar se si etrit e tyre i kishin persekutuar gjithmonë profetët. Pika kulminante është vizioni i tij i lavdisë. Ai sheh Jezusin në këmbë, sikur po e pret me nderim, dhe kur po vritej me gur, Stefani u lut për faljen e vrasësve të tij, duke reflektuar zemrën e Jezusit në kryq. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 7. O Zot Jezus, unë të falenderoj Ty për dëshminë e fuqishme të Stefanit. Ai e deshi të vërtetën më shumë se jetën e tij. Unë rrëfej që shpesh jam e pasigurt dhe kam frikë të dëshmoj për Ty në situata armiqësore. Të lutem më mbush me frymën Tënde të shenjtë, që sytë e mi të qëndrojnë të ngulitur në lavdinë Tënde, jo në rreziqet e botës. Më jep një zemër si të Stefanit, që të mund të fal ata që më lëndojnë, dhe të lutem për ata që më përndjekin. Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Ndihmom të jem dëshmimtar besnik deri në fund, duke ditur që Ti po më pret me krah hapur në qiell. Amen.